kryeministri i Shqipërisë që ka një mesazh për Bashkimin Evropian, për Gjermaninë në këtë rast, përfshirë, do ta bënte bashkë me kryeministrin e Kosovës, zotin Kurti, ose edhe mund ta bënte me kryeministrin e Malizit, që është shteti më i afërt në finishin e antarësimit. Paktën kështu konsiderohet nga Bashkimi Evropian. Mund ta bënte me kryeministrin e Maqedonisë Veriut, që gjithashtu është një kandidat edhe në negociata për antarësinë në Bashkimin Evropian. Ndoshta jo me Bosnjën e cila ka një strukturë ngatruar, por i fundit për nga radha do ishte Aleksandar Vučić. Jo sepse thjesht është Serbia dhe ne me Serbinë kemi një marrëdhënie të ngatruar edhe armiqësore në të shkuarën, por sepse Vučići e ka larguar vendin e vet nga dikur frontrunner para 6 vjetësh, pra dikur kandidati vijës parë, po ta themi në shqip, tani e ka çuar në kandidat në fundit për shkak të gjeopolitikës tij, domethënë të rreshtimit me Rusinë, mos aprovimit të sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë, si dhe me rolin destabilizues edhe ushtarakisht përfshirë të dhunshëm që ka ushtruar ndaj Kosovës gjatë 5 viteve të fundit. Pra, nëse do të tregosh që je larg apo don të jesh larg Bashkimit Evropian, shoqërohesh me atë që është vërtet larg dhe ti bëhesh larg. Ky është konkluzioni më i thjeshtë. Pse e ka bërë Rama këtë? Vështirë ta gjesh. E ka bërë për tradhti kombëtare, mund të flasim me terma të tilla. E ka bërë nga budallallëku, e ka bërë se ka humbur mend të kokës, e ka bërë se do një shpjegim për dështimin e tij të radhës për përmbushjen e premtimit Shqipëria në Bashkimin Evropian vitin 2030. Të gjitha këto përgjigje mund të jenë vërteta, njëra edhe tjetra, mund të jenë të kombinuara edhe të marra së bashku të vërteta. Por asocimi me Serbinë e Vučićit dhe personalisht me Vučićin është gjëja më e keqe e mundshme. Por ka dhe ngjashmëri që e justifikojnë. Thash që parë që ka qenë kandidati vijës parë para 6 vjetësh Vučići, Serbia e Vučićit, ka qenë nga Komisioni Evropian, është konsideruar edhe malizi me Shqipërinë para 2 vjetësh. Sot Shqipëria nuk është më, Shqipëria e Ramës, siç ishte edhe para 2 vjetësh, zyrtarisht nuk është më kandidat e vijës parë, është vetëm Malizi, frontrunner apo kandidat i vijës parë për antarësinë në Bashkimin Evropian. Dhe realista apo jo, këtë nuk di ta them, në Bruksel po diskutohet për të krijuar një grup pune për traktatin e aderimit, traktatin e antarësimit të Malizit. Gjë që absolutisht nuk diskutohet për Shqipërinë, siç mund të ishte imagjinuar 2 vjet më parë, dhe natyrisht nuk diskutohet as për shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Pra në çdo rast zgjedhja është e keqe, ironia e gjithë kësaj është që pikërisht 2 shtetet që janë nga standardet demokratike, edhe të shtetit ligjor, më larg asaj që kërkohet nga Evropa, pikërisht ka 2 thonë që nuk ka nevojë për antarësim të plot, po ka nevojë për antarësim minus, pra antarësim të pjesshëm me drejta politike të sunguara, duke marrë me vete edhe ato shtetet Ballkanit Perëndimor ku në mënyrë jo perfekte ndoshta, por pak a shumë funksionon demokracia, funksionon vota e lirë përderisa ka ndryshime të qeverisë, edhe në përgjithësi rezultati i zgjedhjeve parlamentare mendohet që reflekton vullnetin e elektoratit. Gjë që nuk mund thuhet për Serbinë, gjë që siç e dimë dhe debatuar gjithsesi këtu, nuk mund thuhet fatkeqësisht as për vendin tonë.